Selamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Transmeton Imam Muslimi, rahimullahu ta'ala në sahihun e tij, se një ditë për ditëve pejgamberi sallallahu alaihi wasallam shkoi të viziton varrin e nanës së vet. Dhe qau shumë, saqë edhe ata që ishin përreth tij qajtën shumë. Dhe pastaj tha: "E luta Zotin tem me fal nanën teme. Ai më ndaloi kërkimin e faljes për te." Dhe kërkova leje me vizitu varrin e saj. E më dha leje me vizitu varrin e saj. Dhe tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: "Vizitoni varrezat, se vizita e varrezave u kujton vdekjen." Subhanallah, një ndodhi historike që ka ndodhur para shumë viteve, madje më shumë se edhe shumë shekujve. Vjen edhe jep porosi shumë të mëdhaja. Kush vdes me islam, kush vdes me iman, shkon te vori i tij dhe lutesh për te, që Allahu ta falë, ta mëshiron dhe t'ja ngrit grada në xhenet. E kush shkon pa iman, pa islam te Allahu dhu xhelal, nuk i bën dobi duaja që njeriu mund ta bën për te. Kjo është njëra pjesë. Edhe nëse është prindi jot, baba dhe nana jot. Andaj lufta jonë që duhet ta bëjmë njëjtë është të komunikojmë me njerëzit dhe t'i ftojmë ata në islam, t'i ftojmë ata në besim, sa janë gjallë, sa s'kan vdek. Që pa marrë parasysh sa kanë bërë vepra të mira, ta kenë qelsin e shpëtimit, ta kenë shahadetin me vete, ta kenë besimin në Allahun e Madhëshëm, në ditën e mbram, e në pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, e në Kur'anin, e kështu me radhë. Pastaj çështja e dytë që del nga ky hadith është meselja e vizitës së varreve, varrezave. Pse na duhet me shku me vizitu varrezat? Që të mos mashtrohemi me dunja, me të mirët e kësaj bote. Me pushtetin që e kemi, pasurinë që kemi fitu, autoritetin që e kemi, mirësitë që shijojmë, se ato kanë me përfundu. Edhe secili prej nesh që është sot gjallë, unë që flas, dhe ti që ndëgjon, shumë shpejt ka marrë dita na me shku me hinë vorë. E aty nuk hinë me ne kërkush. Asaj që t'ka dasht, asaj që t'ka respektu, asaj që t'ka pasu, aty me ty në vorë hinë vetëm puna jote e mirë që e ke bo. Besimin Allahun e Madhëshëm dhe veprat e mira. Dhe për këtë arsye, vizita e varrezave na e bën, na e ftov dynjan dhe na largon nga mashtrimi me këtë dynja. Allahu akbar. Andaj vizitoni varrezat dhe merrni mësimin e duhur. Wassalamu alaikum wa rahmatullah.